Të ftuar sot në studio kemi doktor Ilir Kurtishin, drejtor të onkologjisë në QKK. Mirë se erdha. Mirë se gjej. Doktor, kanceri mbetet një nga sfidat më të mëdha të mjekësisë moderne kohëve të fundit. Janë parë disa studime, disa zbulime të reja që kanë dhënë ndoshta edhe një shpresë për pacientët me kancer. Po, do të së fundmi ne ka disa ditë që janë publikuar të dhënat nga disa studime dhe ato kanë bërë që të kemi dhënat të sakta që me përdorimin e disa barnave, të cilet janë studiuar të një grupi caktuar i pacientëve, kanë dhënë rezultate premtuese dhe shpresojmë që këto dhëna dhe këto barna të cilet kanë pas efekta e grupit caktuar i pacientëve shumë shpejt të vendosen edhe në qarkullim dhe pastaj të përdoren ose të aprovohen nga FDA dhe EMA dhe pastaj të jenë në dispozicion të qytetarëve dhe të pacientëve të cilët kanë nevojë për këto barna. Në onkologji, meqense onkologjia është një lëmi shumë dinamike dhe hulumtimet për trajtimin e sëmundjeve maligne në përgjithësi kanë një avansim nga dita në ditë, këto do të bëjnë që këto novitete të jenë në jetën tonë të përditshme, të ardhmen dhe këto ditë dhe pastaj do të trajtimin e sëmundjeve maligne ta kemi më të mirë, më korrekt dhe më adekuat dhe gjithmonë në benefit jetëgjatësisë së pacientëve. Pra, dhënat e fundit janë premtuese që për 2-3 lloje të sëmundjeve, megjithatë janë prezantuar dhëna për shumë sëmundje tjera, po sidomos ajo që ka bërë një avansim dhe një bujë të madhe është pikërisht një bari, një tablet për një lloj të kancerit, siç është kanceri i pankreasit, ku kjo formë e mjekimit për tabletave që është përdorur te një 500 pacient, ka dhënë rezultate premtuese që ata pacientë të cilët kanë qenë të trajtuar së fillimisht me kimioterapi dhe sëmundja ka avansuar dhe pastaj sëmundja nuk ka reaguar në tretmanat ekzistuese, me përdorimin e këtij bari ata pacientë kanë mbijetuar ose kanë jetuar më shumë se 6 muaj ose një vit dhe kjo jep shpresë që ky bari të fillon të aplikohet pra shumë shpejt edhe te pacientë tjerë të cilët nuk kanë qenë pjesë e hulumtimit dhe në njëjtën kohë pastaj të studiohet ky bari se të hulumtohet edhe për patologji tjera apo sëmundje tjera kanceroze. A mund të konsiderohet ky hap si një revolucion të në mjekësi? Është hap i mirë, megjithëse do të revolucionet në onkologji, pra vazhdimisht kemi do të dhëna të reja, do të me futjen e barnave të reja, do të qofshin ato barna të mençur, qofshin imunoterapi, terapi me shenjëzuar, terapi me limfocite T ose CAR T-cell ose terapi e personalizuar ne I themi, e cila bazohet në të dhënat gjenetike të tumorit ose sot bëhet një hartë ose analizë gjenetike e vetë tumorit dhe organizmit të njerëzit dhe kjo hartë pastaj përdoret për targetimin ose marrjen në konsiderat të llojeve të caktuara të medikamenteve të cilët në mënyrë të shenjëzuar, të caktuar, të saktë, targetojnë, shënjojnë ato hallka të bartjes e impulseve të qelizave maligne dhe tentojnë që ato qeliza ti dëmtojnë, ti shkatrojnë, pra ti mbyshin, të mos lejnë të shumëzohen ose edhe ti largojnë prej vendeve ku ato kanë metastazuar gjithmonë në benefit të organizmit të njerit, pra që sëmundja të vendoset në kontroll dhe pastaj të jetë e menaxhueshme ose të shndrohet në një formë si sëmundje kronike dhe pacienti të jetojë më gjatë. Po kalojmë në vendin tonë, si është gjendja në QKK me pacientët? Ne në Kosovë do të kemi çdo vit një numër të konsiderueshëm të rasteve me këto sëmundje dhe këto 2-3 vite të fundit është një gjë e mirë që kemi një numër të njëjtë të pacientëve, pra viti 2024-2025 dhe këto 6 muajt e parë, 5 muajt e parë të këtij viti kanë një numër përafërsisht të njëjtë me patologji dominante prapë të njëjta, pra me dominim të sëmundjeve të gjirit dhe të kancerit të mushrive të meshkujt dhe me një pas tyre pastaj kanceret e organeve tubi digestiv ose ne themi zorës trash kryekput dhe organeve gjenitale të femrat janë pra sëmundjet më të shpeshta të cilët prekin qytetarët e Republikës sonë. Mirëpo, nëse krahasojmë me vendet e rajonit, fshin me Shqipërinë ose Maqedoninë, Malinezinë, ne kemi gjysmë për gjysmë më pak sa ata, dhe pse me popullat jemi më pak sa ata, mirëpo për numër banori, pra ne qëndrojmë ose frekuenca dhe incidenca sëmundjeve maligne në Kosovë në bazë të dhënave të cilet ne kemi në kanceregjistin klinik, që është për nevojat tona dhe kemi numër më të pak. Edhe pse dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik janë ato të cilet
merren për bazë dhe merren si të dhëna të cilet grumbullohen nga i gjithë territori i Kosovës, por prapse pra kemi një shenjë të mirë që këto janë një farë forme, kanë një trend stabiliteti dhe shpresojmë që edhe këtë vit, pra viti 2026, këto 6 muajt e parë, 5 muaj e gjysmë, të kemi pra një trend të tillë që të kemi frekuencë ose incidencë të njëjtë sundjeve si viteve paraprake. Si qëndron gjendja me terapi që ofron klinika onkologjisë? Domethënë ne kemi vazhdimisht trajtim me medikamente të sofistikuara, medikamente të cilet nga viti i kaluar janë disa nga to janë pjesë prezente e listës esenciale, sidomos për sëmundjet e gjirit dhe sëmundjet e lëkurës, siç është melanoma. Dhe kjo dhe më shumë e ka ngritë dhe kualitetin e trajtimeve onkologjike dhe shpresojmë që këtë vit ose vitin në vazhdim, do të me kërkesa që bën vazhdimisht nga prej kolegjiumit të onkologjisë dhe pastaj hallkave përcjellse në aprovim të këtyre banave të cilet do të dalin në treg dhe argumentohen që janë të saktë dhe janë të nevojshëm për trajtimin e sëmundjeve, edhe Kosova t'i ketë edhe ato barna në një masë të konsiderueshme me mundësitë buxhetore që lejon normal. Ministria e Shëndetësisë i kemi në përdorim për trajtimin e pacientëve tonë. Por në përgjithësi ne kemi furnizim stabil, të rregullt, të mirë dhe her mas here ka ndonjëherë disa bana të cilet nuk kanë autorizim marketingu dhe disa bana të cilet për shkak të procedurave administrative ndoshta mund të vonohen dhe të jenë prezente në klinikë. Cilat janë disa nga sfidat me të cilat ballafaqohet klinika onkologjisë? Realisht klinika onkologjisë punon me kapacitete të plota dhe meqense së fundmi ne jemi ardhur në punë, do të jemi pajisë edhe me pajisje të reja dhe njëjtën kohë do të janë punëtorë të rinj, sidomos stafit infermieror. Ne kemi do të kemi një numër, sidomos shërbimin e kimioterapisë, përderisa shërbimin e radioterapisë do të kemi nevojë, do të kemi edhe shtesë teknikë të radioterapisë dhe në këtë mënyrë pastaj meqense kemi aparatura të reja në radioterapi dhe kemi numër të konsiderueshëm të pacientëve, shpresojmë që edhe aty ato mangësi të cilat mund t'i kemi në staf teknikëve radioterapisë të mbulohen dhe pastaj të vazhdojë trajtimi normal i pacientëve. Pra sfidë mbetet frekuenca ndonjëherë e lartë e pacientëve, kërkesat për shërbime onkologjike, meqense edhe trajtimi ka avancuar, edhe njerëz jetojnë pak më gjatë dhe si institucion i vetëm publik pa Republikën e Kosovës, i cili jep 99.9% shërbime janë publike dhe merren në klinikë të onkologjisë, sidomos kur është fjala për mjekim, për bana dhe për rrezatim, atëherë klinika onkologjisë me gjitha kapacitete deri tash do të ka bërë një punë të jashtëzakonshme në kuptim të trajtimit korrekt të sëmundjeve malinje. Pra ajo që duhet bëhet ndoshta të ardhmen edhe duhet bëhet të shtohet edhe specialistë të rinj janë prezent aty dhe ndoshta të zgjerohen kapacitetet e klinikës edhe me infrastrukturë dhe me hapësira të reja që janë në plan dhe të kemi hapësira edhe më shumë, sidomos për rastet kur ka nevojë për hospitalizime ose terapi pak më të individualizuar ose përcjellse më të veçantë, të kemi hapësira më të reja dhe pastaj të vazhdojmë trajtimet ashtu që duhet. Por kur marrim parasysh ku ka qenë onkologjia vitin 2010 dhe ku është sot dhe kur krahasohem me vende të tjera, do të ka ndryshime pozitive gjithmonë në kuptim të trajtimit korrekt dhe adekuat të pacientëve tanë. Po, dhe ju sigurisht keni mund t'i vreni gjatë këtyre viteve. Nëse ndalemi tek sëmundja e kancerit, na tregon sa ka arritur të sensibilizohet, të themi, qytetarët, sa po bëjnë kontrolle më të shpeshta, ta zbulojnë ndoshta në sa të parë? Po, akoma nuk është edukimi shëndetësor adekuat, është më mirë se çka qenë përpara, po prapë kemi hapësira dhe zvastira. Dhe më shumë është bërë, mendoj, në sensibilizimin, sidomos të kancerit të gjirit, meqense është patologjia më e shpeshtë në Kosovë, edhe Ministria e Shëndetësisë, Instituti Kombëtar Shëndetit Publik, dhe gjitha hallkat të cilat merren me trajtimin e këtyre sëmundjeve dhe preventivën e këtyre sëmundjeve, kanë bërë hapa konkret në sensibilizim, por kjo duhet të finalizohet me programet nacionale të screeningut, të cilët duhet të jetësohen dhe pastaj duhet bëhet pra një screening ose depistim më i mirë dhe pacientët
qytetarët tonë, pra duhet të testohen për disa patologji, një rutinore dhe një që smundja pastaj të mund të zbulohet te ata të cilët mund ta kenë smundjen e mund ta mos e dinë që e kanë smundjen, edhe kjo normalisht që do të ketë një benefit shumë të madh në trajtimin korrekt të smundjes ose në jetëgjatësinë e pacientit, meqense nëse smundja zbulohet herët, trajtimi është shumë më i lehtë, më i mirë, me kosto më të ulët dhe më benefit prurës. Pra, më shumë të është bërë, po mendoj, të smundjet e malinjet xhirit, edhe këto 4-5 vitet e fundit në për këtë arsye dhe smundjet malinjet xhirit i identifikojmë stadin e parë dhe dytë në më shumë se 50%, këto janë dhënat që ne i kemi dhe i evidentojmë në klinikën tonë, derisa viteve më përpara do të më shumë se themi lirisht 70% raste me kancer xhirit, do të femrat janë gjetë stadin e 3-4, akoma është numëri i lartë 50% në 3-4, por kjo ka tendencë të rramjes, pra ndër 50% ose 47% mund të jenë femra me kancer xhirit stadin 3-4, por kjo duhet bëhet me programet të screeningut që ky numër të jetë edhe më i vogël, pra që stadin e 3 smundja të zbulohet në përqindje shumë të vogël, në mënyrë që trajtimi të jetë më adekuat. Pra unë për është akoma ne gjejmë smundje të xhirit në stadin 3-4, edhe të operuara, edhe do të që kur femra ose nuk lajmërohet derisa smundja bëhet shumë agresive, tenton një forme ta maskojë smundjen ose të bëjë një mjekim alternativ ose jo adekuat dhe vetëm atëherë kur nuk mund ta menaxhojë më vetë lajmërohet e mjeku që është gabim për mendimin tonë se çfarë do ndryshimi që vren jo vetëm femra por edhe mashkulli në çfarë do pjesë e trupit që nuk është e zakonshme, pra nuk ka qenë e mëhershme, po është e pranishme tash dhe nuk përputhet me ato që duhet me pas në trupin tonë, duhet lajmërohet e mjeku dhe duhet merr një konsult fillestare te mjeku familjar dhe pastaj të vazhdoj me gjetjen e problemit i cili ekziston dhe adresimin korrekt problemit dhe normalisht trajtimin dhe eliminimin e atij problemi. Në përgjithësi, kanceri shumë i fshet. Kur do të fillojnë kontrollet nga qytetarët? Po, kontrollat do të disa programet screeningut që bën në vende tjera, kurse te ne do të rekomandojmë që kontrollat fillohet prej moshës 30-40 vjeçare, te ata qytetarë të cilët janë të shëndetshëm, nuk kanë anëtar të familjes me smundje maline. Ata që kanë smundje maline, për shembull, meqense smundjet maline deri në 5% mund me qenë të trashëguara, atë ne rekomandojmë që do të femrat nëse për shembull kanë nënën tezën, hallën me probleme NG ose vezore, duhet bëjnë kontrolla nga mosha 25 vjeçare, një vetë ekzaminim të xhirit dhe pastaj të vazhdojmë me një ultrazë ose me kontrolla tjera. Kurse te meshkujt do të zakonisht edhe te ata që nga mosha 40 vjeçare të bëjnë një testime të thjeshta të gjakut, një ekzaminim laboratorik, ekzaminim radiologjik, sidomos te ata të cilët abuzojnë ose konsumojnë duhan ose kanë probleme ndryshme me tubin digestiv, apo anamnesë edhe ata familjare pozitive, duhet bën pra kontrolla nëse ka nevojë të bëhet edhe një ultrazë, një CT për shembull, një koprokultur të ndonjë personi i cili ka probleme me hemoroide, të bëhet një kolonoskopi, te femra të bëhet një papa test, një ekzaminim i qafës mitrës, një mamografi që nga mosha 40-45 vjeçare, një ultrazë, do të pa pas ndonjë ndryshim, po si formë rutinore, mënyrë që të prevenojmë ne themi ose me prevenu është problem, po të zbulojmë herët ndonjë ndryshim i cili akoma është fillestar. Këto është sa i përket neve, meqense jashtë në vendet e Evropës ka teste me gjak, cilat do të i paraprin ose mund të vrejnë ndryshime, ne i themi do të analizat gjenetike ctDNA ose analizë tjetër që analizot materiali gjenetik në vetë gjak ose qelizave tona, kur smundja mund të ketë marrë hovë, pra ka gjuhën para, po nuk vrehet me ekzaminime të tjera dhe ne mund të gjejmë këto gjene, këto qeliza të mutuara ose të cilat kanë mësuar mutacion, të cilat kanë dalë në gjak, do të me tendencë me u organizu dhe me shku në vende tjera, ne mund t'i kapim me njerë që në gjak ka këto ndryshime dhe të marrim masat e duhura ta gjejmë se nga vijnë këto ndryshime dhe pastaj të marrim hapat konkret në trajtim. Edhe sot mbetet si opsioni më i mirë i mjekimit të smundjes, pra zbulimi i hershëm i smundjes, kur me intervenime të vogla, me trajtime korrekte, qofshin minimale invazive ose kirurgjikale dhe me trajtime pas intervenimeve kirurgjikale, qofshin ato medikamentoze, hormonale apo
terapi të mençura në përqindjet e vogël të bëjmë më të mirën që kjo sëmundje të futet në kontroll dhe ta kemi në një situatë shumë më të favorshme edhe në jetëgjatësinë e pacientit. Përderisa sot ato hulumtimet që bëhen, pra bëhen test edhe për rastet kur sëmundja është e hershme, por edhe rastet më shumë kur sëmundja është e vonshme, kur sëmundja është agresive dhe kur sëmundja ka nevojë për një trajtim edhe më të veçantë, edhe më specifik, edhe kur edhe trajtimi është agresiv, pra dhe benefitet e trajtimit mund të jenë her mas here jo adekuate dhe normal. Përballimi i këtyre efekteve të terapisë dhe vetë mjekimit dhe gjendjes pacientit mund ta determinojnë edhe rrjedhjen e sëmundjes. Kur jemi këtu, a mundesh me nda disa këshilla për gjithë pacientët të cilët për momentin po ballafaqohen me kancer edhe janë duke marrë terapitë? Po, ne pacientë cilët e marrin dhe janë në trajtim onkologjik, ata janë do të informuar mbi gjendjen cilën e kanë dhe duhet vazhdojnë jetën normal. Duhet mos ta ndiejnë veten e handikupuar, po të japin kontribut shoqëri dhe aty ku janë, me qenë se përpara ka qenë tabu, por sot nuk është më ajo dhe edhe te ne do të shqiptar që është fati i mirë, do që ata dalin dhe japin mesazhe inkurajuese për pacientë tjerë të cilët janë duke u përballë me këto, kurse stilin e jetës ndoshta duhet të kenë pak disa modifikime, kuptim të një ushqimi më të shëndetshëm, kuptim të aktiviteteve fizike, dhe kjo kur është fjala për aktivitetet fizike është shumë e domosdoshme edhe shumë thelbësore, sepse sot ka raste kur për disa lloje të tumore, për shembull, ka hulumtime që disa tumore të zorës trash, nëse sëmundja është në fillim krejt, ne mund të bëjmë disa lloje medikamenteve mund të zëvendësojmë aktivitet fizik. Pra aktiviteti fizik ka efekt shkatrues për qelizat malinje ose ka efekt pozitiv në mobilizimin dhe aktivitetin e sistemit tonë imun dhe bën atë më aktiv dhe e ngjall dhe bën një monitorues të ndryshimeve ekzistuese të cilat mund të lajmërojnë në trup ose ndonjë qelizë e cila mund të mbetë apo të ketë në predispozit të krijohet dhe sistemi mund të këto të gjurmoj dhe pastaj të shkatroj. Pra duhet të kemi stil të jetesës, bëjmë një jetë më aktive, të largohemi prej ekspozimeve të dëmshmeve, do të themi duhanit, zhurmave, prej vendeve ku ka ndotje, të jemi më shumë në ambient të jashtëm, në natyrë, normal gjatë kohës së trajtimit, sipas këshillave që jep mjeku për patologji të ndryshme dhe për barna të ndryshme të cilët përdoren ka këshilla të veçanta, që ata të kanë kujdes për shembull konsumim të disa produkteve më pak ose më shumë, varësisht për llojit të terapisë apo sëmundjes, dhe të kenë një motiv shtesë që të vazhdojnë të japin kontribut në familje, në rrethin ku jetojnë dhe në shoqërinë tonë. Sigurisht të dhona psiqike ka dhe një... Po, në klinikë kemi edhe një psikolog, e cila her mas here do të jep konsulta psikologjike pacientit dhe familjarëve, njëjtën kohë do të edhe mjekët edhe infermierët e gjithë stafi i cili punon te ne do të jep këshilla, mirë po aspekti psikologjik ka rëndësi shumë të madhe te pacienti dhe ne rekomandojmë dhe këshillojmë që sa më shpesh pacientët të cilët kanë probleme onkologjike të vizitojnë psikologun, të marrin rekomandimet e duhura dhe pastaj të vazhdojnë me jetën e tyre, të vazhdojnë të japin kontributin e vet në vendin e vet ku janë. Doktor, unë falenderoj shumë për bisedën, për kohën, për gjitha këto këshilla. Ju uroj punë të mbarë, shumë suksese. Faleminderit edhe juve dhe shpresojmë që në Kosovë të kemi të ardhmen më pak raste me këto sëmundje dhe gjithmonë këto sëmundje që gjejmë sa më herët dhe gjithë ata të cilët janë të prekur nga këto sëmundje të vazhdojnë, të besojnë, të jetojnë, të mjekohen dhe të çojnë jetën përpara së bashku me familjarët e tyre. Faleminderit shumë. Lutem.